Çka më habiti një i PDK-s deputet, tha pse tha unë tha nuk u bona milioner. Pse s'u bona milioner? Po kjo është çështja që po thotë zonja Pasole, a? Kjo është çështja që po thotë zonja Pasole. A jemi dakord? Pe dini kush është? Visen Berisha. Pas ka thonë, pse unë tha nuk u bona milioner. Nuk e di që është milioneri ndryshe se me pas 5 milion në bank, pasuni. Unë nuk kuptoj çka, a din qysh nuk është njeri milioner, edhe në deklaratën e fundit e këshqit 4 milion e afër 5 milion pasuni të ardhën e pare në banke që ka përdjone. Edhe të pse së bona unë milioner. Ja, qashtu, inshallah bona unë sikur ti. Edhe shumë tjerë, krejt ata fukarat inshallah bon ka 5 milion bank. Edhe me pasuni. Ja. Veç mani bre, mas dilim me rajt popullin. Unë gënë Bedri Hamzën ka të shkon i vetë, a ki me votu? Janë të trajnë të Bedri, sa s'një os ka me ta qitë votën. Beso, krejt që ata që të thujnë, po, dihet që as njën nuk ta qëtë. Pa nuk vetët ashtu, derë me shku, a ki me votu? Për le më gjina në rahat, del voton, që shdo në aeroni. Ma bre, mos bërë në këtë farë pozite kështu. Ngoni hajnat e LDK-s që flasin për çdo ditë për rrymën. A krejt aksionari ishin këta të mëdhajt, jo të voglit. E keni sekretarin organizativ që kritikon të LDK-s që shëvaja në Zisar Azemi. Pronor i kompanisë 50% Heron Energy. 50%. Pro i keni bizneset denve, mas të ima Bucalev në atje 50%. 50 tjera. Qësh, Zisar Azemi ka 50% në Heron Energy? Si pas informatov që na i posedojmë. A njët mëre, luta të morë me energji. Me gjithë dhanurish të morë me energji, kësh kompanit të energji. Lumniri, nese lumniri jo, po gruja, sa e ma mesme, të morë me rrimë. Kush del në televizor me full mas shumë të për rrimën, këta që vjedhin, se këta dojnë me mbrojt vetën. Jo që dojnë me mbrojt popullin, po këta hojnat e rrimës, këta dojnë me mbrojt vetën. E mos ju besoni këtyne hojna, se këta janë që 27 vjetë hojna. Nuk janë bonsët, këta janë moti. Shumë për ato 100 se na ke pështu. Kena dalë sot këqyre koha mirë, po me qato pare i kena shfrydzu. U knaqëm. Veç mos harab ma shpesh. Me bankit fargjesi ka 100, ka 200, ka 300, sot munësh, sot kia dhe. Na jo nuk thona. Nëse unë i kam edhe një 2-3 fëmijë kam, 12 i kam fix. Edhe ata ka 100 euro, po bën 1200 euro, edhe unë e gruja 200, po... Tash logarete, ku mundesh me shku me 1500 euro në mund. U knaqëm Albin, rëndafsh Albin, falënderit shumë, se për me na ke knaq. Amon, për na gëzën e burë. Se shka u puna jote nuk e dives. Krejt, shqiptar hanën e knaqe. Keti ke qitë në dilë këqërë, to rëzit, Vesh mos harrot asha mas një mujve dhe ka 100. Të përshëndes Albin Rëndafsh sa molet inshallah fiton 69%. Ju përshëndes krejve kushin në kun me në far dete, me në far liqenë, në isen me porët Albinit. Kaloni mirë. Reagimi i Ganës mëse e ka pa tubimin madhështor që ke në Zvicër, këqyre qysh reagon Ganë. Përgjithësia është e imja, nuk është e juja, ja vjeku në televizionit. Pra po e përsëris, Albin Kurti po i zbaton politikat e Çubrilovicit. Krish për këtyre studiove televizive... Çka me thonë? Tash na që përkram Albin Kurtin, na ke Çubrilovicat e kukun. 80% që e opëm edhe i besojmë Albin Kurtin, na ke qki. A, kjo patriote. PDK-a patriota, veç këta patriota. Na tjertë ketë jem shki, se ta qëtu menojnë.
Njëjtë. Këta menojnë edhe për atat vetë që janë qështu. Jo që menojnë veç për neve, po për dëkëja menon edhe për ata që votojnë, për dëkëjën elektoratin e tyne menojnë që janë qësi. Çubrëlloviqa, se këta i shfrytëzojnë veç për vota. Momentin që nuk e voton, i thëtë Çubrëlloviq, Milošević, Arkan, gjithë shka i thojnë, se i kanë thonë ta njëni tjetrin, deputet me zveti, kryetar. Nësë këna thonë, këta vete ka njësë të shonë njëni tjetrin mrena partijës tyne. Edhe unë nuk pres ma mirë prej PDK-s, që thëtë Çubrëlloviqja krejt. Se këto me qëto që 20 vjetë këta mirën me shtu sene. Me bo me ngu videot, që me ndësh, qka kanë thonë këta për njerës të vetë, për njëni tjetrin që janë mrena partijës, se për Albinin në thojnë shka dojnë, se Albinin nuk e ka këtë par problemi, se e din kush është. Ama, gane, nuk shkon bra ty kjo për gjuhë e kështu, se ti pi ofendon mas por edhe ata tut. Jo veç vetë vendosës. Nuk e di ku dën me shku për nejse. Pe di unë e ku. 7%. Juve votosve të LDK-s, shka me ndonë LDK-a për juve, është që kjo që të thë qenë. Nesër në qëse nuk e voton, këta të thojnë qenë. E të thojnë shpion, e të thojnë hajnë, e të thojnë gjithë shka që ta njerëz. Që nga një. Nga një. E më e qenë. Këtu shifët vjosa, lumniri, e këto pevaqicat që kanë përskajt. Ofendojnë njerës në midë qytetit, edhe dalin tani, thojnë pse për na shanë pople. Po qysh mës me qa pople, kur ti pethu qenë njerit. Po jo që do të me qa. Po aj ditë e natë do të me shkru një njeri, e me të ofendu qysh zije mater, që është e mënshme, kur ti mirësh me njerës që janë të pi kafe, edhe i thu qenë. E je kandidat për president, e je kandidat për kryeministër, e ofendon poplën, e tani kur poplë po ju ofendojnë, pa thani qysh ka mundësi ata me na ofendu. Se ti pe ofendon i pari. Unë nuk s'pëmoj me kuptu qysh ka mundësi. Jo që votën i LDK-n, vesh nga në shka e thëtë atin, a i nështë para 6-7 vjetë e ka votu LDK-n, sot i thujnë qenë. Nesër edhe ty kanë me thonë qenë. Njejtë, sukur që ati tjetrit. Se na jem për LDK, ne jem veçenë. Kur gjon tjetër si jem, veçena. Ama këto janë kudra e qenë e din që shikëcen kudrës. Qështu jo të LDK-s.